Shqipëria ka vijuar të tërheqë një numër të lartë vizitorësh edhe gjatë vitit 2026. Sipas të dhënave zyrtare, në 6 mujorin e parë të vitit në territorin shqiptar kanë hyrë afro 5 milion shtetas të huaj, duke shënuar një rritje prej 6.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Shifrat konfirmojnë vazhdimsinë e rritjes së turizmit dhe të lëvizjeve ndërkombëtare drejt Shqipërisë. Referuar statistikave për muajin qershor, pjesa më e madhe e vizitorëve vjen nga Europa Jugore, e cila përfaqëson 66% të hyrjeve të shtetasve europian në vend. Ndërkohë Europa Qendrore dhe Lindore kontribon me 14% të hyrjeve. Të dhënat për këtë muaj tregojnë gjithashtu se 98% e shtetasve të huaj kanë hyrë në Shqipëri për qëllime personale. Një tregues që është rritur me 1.6% krahasuar me qershorin e vitit të kaluar. Në të kundërt, hyrjet për qëllime biznesi dhe profesionale kanë rënë me 17.7%, duke treguar se flukset hyrëse vijojnë të mbështeten kryesisht nga turizmi dhe udhëtimet private. Vetëm gjatë muajit qershor në territorin shqiptar kanë hyrë rreth 2.080.000 shtetas shqiptar dhe të huaj, ose 0.9% më shumë se në të njëjtën muaj të vitit 2025. Nga hyrjet totale rreth 735.000 ishin shtetas shqiptar, me një rritje prej 0.2%, ndërsa afro 1.3 milion ishin shtetas të huaj, duke regjistruar një rritje prej 1.3% krahasuar me një vit më parë. Nga ana tjetër, gjatë qershorit dolën nga territori shqiptar rreth 2 milion shtetas shqiptar dhe të huaj, duke shënuar një rritje prej 4.7% në raport me qershorin e vitit 2025. Në mënyrë më të detajuar, rreth 723.000 shtetas shqiptar dolën nga vendi, me një rritje prej 1.8%, ndërsa 1.28 milion shtetas të huaj u larguan nga Shqipëria, duke regjistruar një rritje edhe më të lartë prej 6.5%. Shifrat pasqyrojnë intensifikimin e lëvizjeve kufitare në Prag edhe gjatë sezonit turistik veror.